Dhe ne kemi qenë shumë njët me njëri tjetrin. Ajo është pjesa e jetës time, është 50% e shpirtit tim. Imagjinoni tash, duke kalu gjithat sfidë, duke mos pas rreth, ne kemi qenë vetëm 2, duke kalu gjithat sfidë të jetës, ato probleme që ne kishim në fjalë, ne edhe të mirën e të keqen aty e kishim të përbashkët. Dhe ndodhi ajo që ndodhi, ne në para 10 vjetësh kishim një aksident trafikut, dhe për fat keq që ngeli met i paralizuar, dhe me kalimin e kohës pastaj edhe e kapi edhe një kancer. Dhe aq që kishte jetën edhe me la. Që me falë për emocione, po... është totalisht e mirë kuptueshme. Po, e ka jetë. A i ka lanë shpinë plot, në fjallë ka lanë të fëmijë, 2 djelë një vajzë, çdo gjë ekonominë këtë në rregull, po më ka lanë më përshllekun edhe shpirtin edhe ja thyrë. Kjo është. Sa vështirë kishe ta vazhdosh jetën pa të? Sa vështirë? E vështirë. A kuptoni se tash çdo segment edhe ose pjesë e jetës tënde e ka vendin e vet. Ka familja, ka gruaja, ka fëmijë. Fëmija po vëlla, po ne kemi qenë veçantë. Ndoshta mos kishim qenë në ato peripetitë, ato problemet asaj kohë, ndoshta do kishte ra pak intensiteti, afrimiteti, domethënë edhe emocionit përbashkët. Do kishte qenë pak më i kufizuar, po gjithë ajo që ne na ka sfiduar në jetë, na ka bë më të fortë, na ka bë bashkë, na ka bë çdo gjë, domethënë kemi qenë një gojë, një mendje, domethënë, një veprim, po kjo është jeta, çfarë bën? Duhet jetohet. Do qoftë ju, thatë që a i kalon familjen e ti, fëmijët, dhe në gjendje të mirë, ndoshta besoj që aty është pak një lloj qetësie e shpirtit kur sheh ata që janë mirë edhe i bartin me krenari. Ishte mirë, ishte në një punë shumë mirë, ka qenë në punë në Tiranë, ka punu në ambasadën e Kosovës në Tiranë, edhe po, që të bëjmë, fati keq ndodhi e që ndodhi, me fjallë edhe Zoti kishte shkruar që kishte jetë. Kjo është. I ndjenë sot edhe fëmijët e ti amanet? Po, absolutisht, i kom shumë afër, dhe me thonë ato janë fëmija mi jo biologjik, po janë shpirtëror, dhe me thonë janë fëmija vllau tim. Dhe me thonë, ato 2 djele dhe ato vajza nuk ndahen prej fëmijëve të mije. Unë kom 4, po edhe 3 jenë 7, dhe me thonë jemi plotësuar me ta ashtu që. Jeni familje e madhe, keni edhe një pembesa për plotë, që ju mbushin shpirtin dhe ju japin ato momentet gazmore, ju mbushin shpirtin. Po jeta është e bukur. Ja, po, kjo është familje ime. Kam një nga fotografitë. Kjo është familje ime mrekullueshme, tash është që ishte imja, në fjalë dhe unë jam jashtëzakonisht shumë i lidhur me familjen time. Aty me nusën time, me Gjylen, që jemi 45 vjet jemi bashkë. 45 vjet? 45 vjet jemi bashkë me fjalë dhe unë e falenderoj jashtëzakonisht shumë. Nuk e ka pas lehtë